Argumentat dhe debatet e nxehta pro dhe kundër legalizimit të kanabisit e prostitucionit ishin mbrëmë në qendër të debatit në studio e hapur të gazetares Eni Vasili. Kryetari i dhomës së tregtisë së Tiranës, Nikolin Jakaj, i cili e hodhi këtë tezë pak ditë më parë, mbrojti argumentat e tij në favor, duke shtuar se kur diskutohet kjo temë, abuzohet me nivelin kulturor të shqiptarëve. Në favor të kësaj teze ishte edhe aktivistja e shoqërisë civile Delina Fico. Ne sot jemi drejt integrimit të Bashkimit Evropian dhe akoma këtu kanë ca njerëz, analist, pedagog, shkrimtar, artist, të cilët marrin përsipër të flasin në emër të popullit duke propaganduar tezën e tyre kundër me të vetmin argument që shoqëria është e pakulturuar dhe prapambetur. Duke legalizuar prostitucionin, punonjësit e seksit do t'jenë më të mbrojtura nga abuzimi, do t'kenë mundësi të përfitojnë nga legjislacioni që lidhet me të drejtat e punësimit. Ndërkohë një opinion krejt të kundërt shfaqen në panel analistit Dritan Hila dhe shkrimtarët Natasha Lako e Flutura Açka, e cila ndërhyri në emision me Skype nga Holanda. Kjo tregon që gjendja e shoqërisë shqiptare është në një krizë aq të thellë, sepse dhe prostitucioni është tregues i mjerimit një shoqërie. Është një lloj skenari apokaliptik, është Sodoma dhe Gomora janë në Bibël. Mos jetë ana represive e shtetit ndër këto fenomene, unë shikoj një diçka tmerrsisht të rrezikshme. Me 100.000 vajza rrugëve të Evropës, nga cilat ndoshta vetëm 5% që mund të kenë shkuar me dëshirën e tyre, dhe me 2.000 vajza në blok prostituta, të pretendosh të legalizosh prostitucionin, më duket një gjë jashtë kontekstit dhe jashtë normale. Gjatë diskutimeve nuk munguan as përplasjet dhe tonat e larta në ballafaqimin e ideve. Ju në studio do t'i bëni thirrje shqiptarëve, fermerëve, t'i kthejmë punës. Po pa diskutim këtë kjo është bisedë tjetër, s'kemi ardhur. Jo të mbjellin ashashe të çojnë vajzat prostituta. Ç'të të bëni ju? Kjo është një turp për të bërë shaka është kjo. Të bësh këtë muhabet tamam këtë bisedë në shqiptarët. Ktheheni më në çfarë përçmimi keni për shqiptarët më? Si po shqiptari edhe ti dhe unë më ç'është ky përçmim për shqiptarët më? Ç'është ky elitizëm ekstrem më? Çfarë jemi ne më feudalët? Flutra do t'i tregoj fermerëve shqiptarë fare si qytetare, të siguruar ministri me Karraf, por kishte thënë fare çfarë ndodh. Shqipëria është në lajmet e gjithë Evropës për hashashin. Po këtë ta kisha fjalën